Nejat Mehmeti, njihet si një kuadër i përkushtuar arsimor i cili nga vitet e 80-ta e deri në pensionim ka edukuar gjenerata të shumta që sot i kemi kuadro cilësore dhe në shërbim të shoqërisë civile. Ai shuhet për veprimtarinë e tij arsimore në periudhën e monizmit, ku përjetoi presionet dhe masën të shkuese të regjimit komunist ndaj kuadrove shqiptare dhe arsimit shqip në përgjithësi. Edhe gjatë viteve të tranzicionit politik ai u përball me sfidat e ndryshimeve të domosdoshme dhe avancimin e arsimit shqip në Kërçovë dhe më gjerë, të cilat kërkesa pushteti i injoronte shajshmërisht. Magjistër Nejat Mehmeti ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm edhe si kryetari i lidhjes së arsimtarëve të gjuhës dhe letërsisë shqipe. Ka organizuar manifestime të ndryshme kushtuar datave historike dhe figurave të shuara kombëtare. Por manifestimi që bëri buj aso kohe ishte spektakli madhështor, Liri për Kosovën, liri për të gjithë shqiptarët, i cili ishte një mesazh shprehse që jepej për refugjatët kosovar të sistemuar në Kërçovë. Në intervistën e zhvilluar enkas për programin ton, Magjistër Nejat Mehmeti shpalosi edhe përmbajtjet e 9 veprave të botuara nga viti 2000 e deri më tani. Zoti Nejat, ju keni botuar një sër veprash të cilat janë të shumta dhe unë do të doja që fillimisht të jepi një përshkrim të krijimtarisë tuaj botuese temave që trajtohen në këto libra. Duke pasur parasysh jetën time si rrjedhoj e punësime në shkollim, në arsimin e gjeneratave të reja, u bë domosdoshmëri që gjatë kësaj periudhe mbi 41 vjeçare të rreken punës, të nxjerrë në dritë disa botime, të cilët do të jenë frymëzim për rinin, për gjeneratat e reja, dhe mu për këtë u kujtoa thënia e Pitagorës, cilin ndër të tjera në vend thotë, ose hesht, ose thua diçka më të mirëseshja. Dhe unë, për të mos heshtur, vendosa që të botoj librin e parë në vitin 2000, i cili ishte Tragjedia për të vërtetën, një libër i cili kushtoheshte veçanërisht Kurbetit. Dhe më vonë, vepra e dytë ishte Mençuria e fjalëve dhe këshillat e jetës, cila vepër pjesa e parë u botua nga Ministria e Kulturës, Arsimit dhe Kulturës, Shkencës së Kulturës. Dhe pjesa e dytë vitin 2014, më pas vazhdova botimin e veprës Rinia simboli i ardhmërisë, cilën vepër janë përmbledhjet e nxënësve, të cilët unë kam punuar gjatë karrierës sime në arsimin fillor, dhe të gjitha ato punime që i kisha kumbulluar në 3 vite, nga viti 1980 deri në vitin 2022, janë punime të krijuara nga vetë nxënësit. Këtu duhet potencuar dhe theksuar se ka dhe punime të nxënësve të ardhur nga Kosova asaj kohe, në vitin 1999, dhe janë botimet krejtësisht atyre. Një ndër temat kryesore është ajo Gjakpisit e Ballkanit, një poezi e Sukuel Havolit, dhe një punim tjetër, cila tema e artimit asaj kohe ishte Bota nuk vlen atë sa vlen loti i fëmijëve. Dhe të gjitha këto tema ishin trajtuar në mënyrë shumë dinjitoze nga vetë nxënësit të cilët e kishin përjetuar luftën e Kosovës, dhe janë të botuara në këtë vepër edhe shumë punime të tjerëve të ardhur nga Kosova. Ndërsa në veprën tjetër, si të flasim dhe si shkruajmë drejt shqip, u bë domosdoshmëri duke qenë vetë në procesin e arsimor, duke vretur gabimet gjuhësore dhe shqimore që bëheshin te nxënësit, tek arsimtarët, por edhe te studentët, Po edhe media, vendosa të shkruaj botoj një libër në lidhje me përdorimin e drejtshkrimit dhe deshifrimit e fjalëve në shkollat fillore, të mesme dhe më gjatë. Një vepër shumë interesante, domethënë edhe që i kushtohet arsimit, është vepra kushtuar është vepra kushtuar arsimit dhe shkolla e parë shqipe në fshatin e Serbisë dhe në rrethin e Kërçovës, më gjerë. Në këtë vepër është një vepër voluminoze, të cilën e kam kushtuar gati 2 vite ka punuar, ka qenë vepër
rrjedh nga iniciativa e vetë Këshillit Botues, për cilën ne ishim në shpejt të botojmë një monografi për fshatin Servic, dhe është kjo pjesë e monografisë, cila monografi pritet të botohet gjatë vitit 2027. Një kapitull që i kushtohet arsimit, arsimit është pjesë e monografisë fshatit Servic, të cilën pjesë janë të shënuara të gjitha periudha 1941 deri vitin 2021. Do të thënë një periudhë 80 vjeçare. Në këtë libër fillojmë domethënë me ishtarët e parë të arsimit, domethënë pliadën e mësuesve të parë të ardhur nga Shqipëria, falenderuar të asaj kohe ministrin Enes Koliçit, i cili dërgoi misionarët më të mirë të shkollës të normale së Elbasanit, duke filluar nga Mahmud Dumani, Violet Ekote, Ismail Bedhia, e shumë të tjerë, të cilët në shkollën e Serbicës dha një kontribut jashtëzakonisht të madh dhe ndikuan që drita e parë, shëndeta e parë të dritës të diturisë të rindi po në këtë shkollë, sepse shkolla e Serbicës është njëra ndër shkollat e para në Republikën e Maqedonisë, si 7 vjeçare, të para ka qenë në Shkup, në Kërço, në Serbicë dhe në Struk. Dhe të gjitha këto arsimtarë të vjetër janë nderi i kombit tonë dhe janë ato që dhanë shkëndijat e para të dritës së arsimit në shkollën e parë shqipe të fshatit Serbicë dhe në Kërços më gjerë. Sa i përket veprave tjera, kam në botim edhe veprën Gjua e poezisë popullore shqiptare në Maqedoni, cila edhe kjo është një pjesë thuajse shkencore, së bashku me këtë veprën që e thamë parë, drejtshkrimi dhe shqip, si të flasim dhe shumë drejtshqip, edhe kjo është me vlerë shkencore, për të cilën janë punime shkencore, në të cilat punime unë kam pas rasin këtë vepër të abotoj me rastin e majsaturës ime, si në është pjesë e majsaturës, dhe kuptohet më gjërësisht e kam botuar si libër. Të flasim pak për dy botimet e fundit që i keni botuar, një në vitin e kaluar dhe një tani rishtazi gjatë këtij viti, pra para disa muajsh në vitin 2025. Libri i parafundit titullohet Tregime dhe anekdota shqiptare. Ky libër është i botuar në vitin 2024, thënë është një libër për cilën unë jam shërbyer në thënjet e mendimtarëve të vjetër, e veçanti të thënjeve popullore, si dhe të mençurisë, kanë shfrytzuar edhe mençurinë e pleqëve të asaj kohe, sepse ka një thënje të rinj lexojnë libra, ndërsa të vjetër lexojnë njerëzit. Dhe në këtë libër, tregimet të cilët janë të përfshira në këtë libër janë tregime të shkruara dhe të treguara nga të moshuarit, tanë, të cilët nuk e kishin atë kohë shkollën e tyre, po ato kishin shkollën e jetës, kishin një përvojë jashtëzakonisht të madhe, dhe ky libër besoj se do të shërbejë gjeneratave të reja si një enciklopedi për jetën e tyre, për vazhduar jetën e tyre, për mençuri, urtësi, sepse në këtë libër janë trajtuara edhe anekdota, cilët janë pjesë e jetës shqiptare, dhe besoj që të gjithë në fakt është shkolla e Konakut. Shkolla e Konakut, dhe besoj se çdo i ri dhe çdo njeri mund ta gjejë veten, jo vetëm këtë libër, por në gjitha këto libra që janë të shkruara, sepse i kushtohet domethënë rinisë, i kushtohet ardhmërisë, i kushtohet njerëzisë, i kushtohet me një fjalë të gjithë atyre të cilët lexojnë me pasion dhe duan që jem pjesë e jetës. Mund ta gjejnë veten të gjitha gjeneratat. Çdo njeri e gjen veten në këto libra, duke filluar nga veçaime dhe deri te ato që janë edhe këtu edhe që jetojnë jashtë, ka tema të trajtuara nga mërgimi, ka tema të trajtuara nga jeta e përditshme, shoqërore, ekonomike, kulturore, kështu me radhë. Dhe besoj se jam i bindur se ato të cilët kanë nevojë dhe dëshirojnë të lexojnë, mirë është që për shembull të kenë në bibliotekat e tyre dhe të marrin mendimin e autorit, të cilët unë jam i bindur thellë se nuk dua të flas për librat e mi. Lexuesi, jam i bindur se lexuesi do të jetë për fjala e librit dhe vërejtjet, sugjerimet, kritikat që do t'japin. Ka thekse edhe nga përvoja juaj jetësore këtu në këto libra? Po, thuaj se tërësisht
jo, por ka pjesë të cilët janë pjesë e jetësimet, të cilët i kanë përballuar, edhe si në arsim, në jetën time shumë vjeçare në arsim, në jetën shoqërore, politike, sfidat të komunizmit, peripetit, tranzicionet, vuajtjet e sakrificat, burgosjet, çdo gjë që ka ndodhur, do të thënë janë të përfshirë këtë pjesë të rike. Si kryetari i lidhjes së shkrimtarëve shqiptar në Kërçov, keni organizuar shumë takime, shumë manifestime ku shënon datat më të rëndësishme të historiografisë tonë kombëtare, por edhe të figurave tona avletare. Është e vërtetë se nga viti 1992 unë kam qenë edhe kryetari i shoqatës arsimtarëve të gjuhës të shqipe në Kërçov, ku gjatë asaj kohe kemi pasur jashtëzakonisht aktivitete të shumta, të kanë qenë me vlerë gjuhësore, historike e kulturore. Ndër ato mund të veçoja edhe akademinë që kemi mbajtur me rastin e profesor Dr. Hasan Kaleshit, timore, Dr. Hasan Kaleshit. Pastaj kemi pas 55 shënimin e 55 vjetorit të vdekjes së poetit të Mjerimit Migjenit, i cili është shënuar në mënyrë madhështore në Palatin e Kulturës Kërçov. Të ftuar kanë qenë mysafir nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia. Prezente ka qenë edhe mbesa e Migjenit Anxhelina Laurasi, kritiku letrar nga Shqipëria Drati Kallulli dhe shumë eminent të tjera, profesor eminent, që kanë dhënë mendimin e tyre, me fjalimet e tyre, me punimet e tyre shkencore, i kanë dhënë njehon kësaj akademie dhe të tjera që janë poshtë kemi pas të shënimin e Fanolit, për vjetorin e vdekjes së Fanolit, 35 vjetorin e vdekjes, 30 vjetorin e vdekjes së Fanolit, poshtë në Shtëpinë e Kulturës, me një program i përgatitur kultur-artistik. Në atë program është shfaqur edhe drama, të cilën e kam shkruar unë, Tragjedia për të vërtetën, edhe më pas aktivitetet tjera, gara shkollore, garat komunale, republikane që janë zhvilluar dhe mbi të gjitha kuizin e turisë gjuha jonë, i cili ka pas një peshë jashtëzakonisht të madhe, në cilin kuiz kanë marrë pjesë të gjitha shkollat fillore me mësimin e gjuhën shqipe, kuptohet në komunën e Kërçovës, pastaj pas gara në Tetov, në Struk, Kumanov, Divër e kështu me radhë. Më kujtua një manifestim shumë madhështor që ju e keni organizuar me rastin e çlirimit të Kosovës, nuk e mbaj mend emrin e këtij organizimi, bëj fjalë për Kosovën dhe lirinë e saj. Është e vërtetë, kjo ka qenë në vitin 1999, do të thënë atëherë kur Kosova ishte në shpalljen e lirisë saj, u organizuan në shenjë lirijet të Kosovës, kishim një atmosferë sponzante, në të cilën në Palatin e Kulturës u shfaq një program me moton liri për Kosovën, liri për të gjithë shqiptarët. Po. Duhet falenderuar Besim Nureddini, Besim Nureddini nga fshati Tavxhirull, i cili ishte iniciatori i parë, jo vetëm në të organizim, por edhe manifestimet tjera, si dhe ndihmat të ndryshme humanitare rreth çështjes, jo vetëm Kosovës, por çështjes kombëtare, dhe patjetër një falënderim i veçantë, meqenëse nuk jeton më, është i veçuar dhe i dalluar në momentet kur ai gjithmonë ishte afër për krahjes së çdo aktiviteti që merreshte në Kërçov dhe më gjatë. Zotërinjat, tani të flasim pak rreth librit tuaj të fundit për mbledhje, dorëshkrime dhe kujtime. Cili është përmbajtja e këtij libri? Ky është libri i fundit, Po. të cilën unë gjatë kohë jam menduar të përmbledh të gjitha punimet mia që kanë qenë gjatë kësaj periudhe të mësuesore, sidomos në arsim, duke i nxjerrë në shesh në fat të gjitha ato ndodhi që kanë ndodhur si në arsim, si në kulturë, si në shkencë, dhe botimet e mia që kanë qenë botuara në revista të ndryshme, gazeta dhe të pabotuara deri tani, se kam parë dritën, janë botuara në këtë vepër, dhe këtu në këtë përmbledhje është dëshetohet e vjetra me të re, dëshetohet dituria me patiturin, dëshetohet dia
me ignorancën, përshëtohet smundja me shëndetin, edhe shumë gjëra të tjera të cilët kanë të bëjnë me jetën e përditshme të njeriut. Kam edhe punime të cilat kushtohen mësuesit, kushtohen për shembull Datave historike, por edhe mos harrojmë edhe çështjes politikës së përditshme, të cilat për shembull. Në çfarë konteksti i trajtoni këto? Të gjitha këto punime janë në bazë të atyre vlerësimeve që janë bërë, padrejtësitë që janë bërë popullatës shqiptare, nga ana pala tjetër, dhe të gjitha ato mos përfillje të inteligjencës, të rinisë që fatkeqësisht po na largohen nga vendi dhe mërgimi si një plagë e pashërueshme që dita ditës po i pushatis shkollat tona, shtëpitë tona, dhe janë pjesë e jetës njerëzore, të cilat unë në këtë libër i kam përfshi, dhe kam mendime të shkurtra me kuptime të mëdha, kuptohet thënie mençura, dhe për të mos heshtur kam parashtruar tezat të mjerimit, të varfërisë njerëzore, të jetës së përditshme. Si mesazhe edhe për gjeneratat e reja, apo? Po, kjo është një mesazh jo vetëm për të rit, por edhe për gjeneratat e reja. Kam për shembull këtu edhe tash më kujtohet një çfarë thonë të tjerët për ardhmen e shqiptarëve, se ne shumë lehtë flasim ne për veten tonë, por kur flasim të tjerët është diçka tjetër, dhe është me peshë se këtu kanë të nxjerrë disa botime të dietarëve, shkencëtarëve të huaj, të cilët me fakte dhe argumente që dëshmojnë se gjuha shqipe është një ndër gjuhat më të vjetra, jo vetëm ballkanike, por edhe indo-europiane, dhe është me peshë të daton domethënë nga Ilirishja, dhe në këtë drejtim janë të shumë këto që shembull kam Jovan Sfiq, Koce Stomenov, Gabriel Hunto, Konstantin Njeriček, Maru Kotruo, Ivan Mulković, Josip Koreshtić, të gjitha këto e shumë të tjerë, të cilët vlerësojnë të japin një moment për shembull kujtohet formula e Papazllogut, ku thotë Dardania është një nga krajinat antike të Ballkanit, ku popullata autoktone është ruajtur më së miri. Ajo pranon origjinën ilire të shqiptarëve. Dhe ka fjalën për Dardaninë, Dardanën si popull më i vjetër. Shqiptarët janë pasardhës të racës më të vjetër, thot Edwin Pears, të gatishullit ballkanik, gjithsesi të racës ariane, duke nxjerrë këtë fjalë nga dy shprehjet shqipe ar-an, që të thotë njerëz të arit, të pastër. Mitologu gjerman Max Müller shkruan se emrat mjaft popujve të njohur rrjedhin nga fjala shqipe ar. Kjo vlen edhe për mjaft vendet të botës. Do thonë janë këto pjesë të cilët kanë thënë dietarët, mendimtarët, shkencëtarët tjerë për gjuhën shqipe dhe për ardhmen e shqiptarëve. Zotin e gjatë, ju keni botuar për një mori veprash. Mund të na thoni çka të presim nga magjistrin e gjatë Mehmeti si krijues në të ardhmen? Keni ndonjë plan për botimin e ndonjë libri tjetër? Fatkeqësisht edhe duke parë dhe moshën time, jam edhe ka fundi botimeve të librave, sepse shoh se forca nuk është ajo që ka qenë dikur, por jam i mendimit botoj edhe këtë vit një libër kushtuar poetit të Mjerimit, poetit të Varrjeve të Lira Midjenit, sepse ndjej një nevojë për Midjenin, sepse në këtë vështrim kam synimin tim kushtuar, që përmenda pak më parë, Akademisë për kujtimore të vdekjes së Midjenit, dhe ato punime, ato punime të pjesëmarrëve që kanë qenë manifestime të ndryshme, duhet të gjejnë një botim, të mos të gjenë në plurin e arresët, por të dalin në dritë dhe të shihet edhe vlera e të tjerëve ndaj poetit të madh Midjenit, se kush ka qenë Midjeni. Dhe ato nuk janë të paktë, janë emra të shquar. Janë të shquar, domethënë janë emra të
intelektuale të mirëfill, të akademikëve, të shkencëtarëve, të dietarëve, të gazetarëve me famë, kritikëve letrarë, atë ati Kallulli, Mbesa Midjeni që ishte Adjeni Raurasi, profesor eminent Qemal Murati, Kalosh Çeliku, shkrimtar, edhe poetë të tjerë të ndryshëm, që kanë dhënë kontributin e tyre në Akademinë për kujtëmarrje kushtuar 55 vjetorit të vdekjes së Midjenit. Dhe ato nuk do të mbeten në arrest, dhe prandaj kam një dëshirë. Uroj që këto shkrime ta shohim Britani të sa më parë. Unë shoh tek ju një kondicion dhe një vullnet për të shkruar dhe uroj që të bëhet realitet ky synimi juaj që vitin që vjen të kemë lexuesit ketë në dorë pra edhe një vepër të Ju tij. falenderoj, unë do të thënë në fund se shpeshherë përdoret fjala ka libra të mirë dhe të këqij. Libra nuk ka të mirë dhe të këqij. Libra ka të shkruara mirë dhe të shkruara keq. Çdo libër ka peshën e vet, dhe çdo libër gjen diçka që është e vlefshme. Por unë kisha preferuar mesazh për të rinjt që fatkeqësi shkollët e fundit rinia po zbehet, domethënë nga leximi. Puna e leximit sapo është duket ngadalë, dhe kisha porositur të rinjt sepse leximi është ushqimi i shpirtit, ushqimi i trupit. Leximi nuk e zëvendëson kur gjë. Sa më shumë lexojnë, sa më shumë punojnë, sepse armëria, dituria është vetëm duke lexuar dhe duke. Zotëri Nexhat, unë ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në emisionin Ritmi i ditës. Ju falenderoj.